Një udhëzim i ri për kufizimin e zhurmave në zona turistike ka hyrë në fuqi ndërsa policia e shtetit do të monitorojë zbatimin e tij gjatë sezonit veror. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari gjatë një vizite në Lezhë, ku inspektoi masat e sigurisë në portin e Shëngjinit dhe zhvilloi takime me drejtues vendor, bëri të ditur se subjektet që prodhojnë zhurma do të duhet të respektojnë nivelet e reja të përcaktuara. Me hyrje në fuqi, normat e reja për zhurmat janë të detyrueshme si për subjektet private, pra në kryesisht lokale, bare, miqbare e tjerë. Dhe nga ana tjetër kjo është e detyrueshme edhe për policinë e shtetit, e cila do të garantojë përmes pajisjeve për matjen e zhurmave që ky udhëzim zbatohet nga gjithë secili prej subjekteve. Le ta bëjmë që edhe ky viti 2026 të jetë viti më i suksesshëm i sezonit turistik në Shqipëri. Pa dyshim këtu një peshë madhe i takon pikërisht autoriteteve policore, policisë së shtetit, po ashtu edhe policisë së Kosovës, e cila së bashku me homologët shqiptar patrullojnë në Shëngjin, ku ne dhe ndodhemi këtu, pikërisht për të garantuar një sezon sa më të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët që vizitojnë Shëngjinin gjatë sezonit turistik, ku i bashkohemi dhe apelit të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit për të respektuar masat dhe rregullat e kodit rrugor, pasi sigurisht policia e shtetit është e pikëruar të garantojë edhe parandalimin e ngjarjeve të rrota dhe sigurisht parandalimi kërkon së pari ndërgjegjësim të gjithë sekujt, por padyshim për ta siguruar atë kërkon edhe masa administrative deri në heqjen e licencës e drejtimit për personat të cilët në mënyrë të parregullt dhe të përsëritur shkelin normat e kodit rrugor. Gjatë vizitës në Shëngjin, ministri vlerësoi edhe bashkëpunimin me policinë e Kosovës, pjesë e patrullave të përbashkëta gjatë sezonit turistik. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, bëri të ditur se siguria rrugore mbetet një prioritet me shtim të kontrolleve dhe përdorim të mjeteve inteligjente. Falenderoj punojësit e policisë Kosovës që i bashkangjiten në policisë shqiptare për ndihmën në veprimet e tyre policore gjatë aktivitetit. Është kënaqësi që t'i falenderoj ata dhe gjithë punojësit e tjerë që me përkushtim, me sakrificë, me angazhim shërbejnë në këtë qark. Gjithë punojësit e policisë punojnë me orë zgjatura dhe unë e kuptoj lodhjen, vështirësinë që ata hasin ditës dhe në angazhimin e tyre. Siguroj çdo qytetar, pushuesve të Kosovës, por edhe pushuesit në gjithë Shqipërinë që po shërbimet e që do jenë vendimtare në veprimet e tyre, në përkujdesjen dhe në angazhimin që ata kanë në të mirë të pushuesve dhe komunitetit. Është vërtet një sakrificë që këta bëjnë çdo ditë për t'u ardhur në ndihmë gjithë pushuesve që kemi. Shërbimet e qarkullimit rrugor, edhe në këtë aks, do jenë përveç se prezent me mjetet inteligjente dhe me mjetet që ne përdorim, por do jenë efektive edhe në pikat kryesore në të cilat ka fluks të shtuar qarkullimit dhe në pikat e rrezikut ku ne kemi aksidente rrugore. Njëkohësisht, problematik tjetër që është ndjekur me shumë vëmendje nga drejtoria e qarkut ka qenë ndotja akustike, ku si rezultat i saj janë bërë matje të vazhdueshme, të herpasershme dhe deri tani nuk janë konstatuar probleme të mëdha. Sipas tij, vetëm gjatë fundjavës janë dëshkuar 357 drejtues automjetesh për tejkalim shpejtësie, me raste ku mjetet kanë lëvizur nga 150 km/h deri mbi 200 km/h. Ai apeloi për respektimin e rregullave të qarkullimit, duke theksuar se shpejtësia mbetet një ndër shkaqet kryesore të aksidenteve me pasoja të rënda.